Deputetja me origjinë nga Kosova, Aida Birinxhiku, tashmë po dallohet si një prej zërave më të rëndësishëm të brezit të ri brenda Partisë Social-Demokrate në Suedi. Në kongresin e 42 të kësaj partie, Aida drejtoi punimet me dinjitet dhe përkushtim, duke menaxhuar mbi 4.000 mocione dhe 10.000 propozime. Aida me rrej nga Kosova është bërë deputetja më e re në Parlamentin suedez, duke përfaqësuar qarkun Halland për Partinë Social-Demokrate. E lindur në Suedi në vitin 1999 nga prindër që emigruan në vitin 1988 prej Kosovës, Aida ka ndjekur studimet në Universitetin e Lundit dhe ka një diplomë në drejtësi. Përfshirja e saj në politikë filloi në vitin 2014 përmes organizatës rinore social-demokrate në Halland, ku më vonë u bë edhe kryetare. Në vitin 2018 ajo u zgjodh në Këshillin Bashkiak të Falkenbergut. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2022, Aida u zgjodh deputete duke u bërë shqiptarja e parë në Parlamentin suedez dhe më e reja në moshë në atë legjislaturë. Ajo është anëtare e Komisionit për Industrinë dhe Tregtinë dhe e Komisionit për Çështjet e Bashkimit Evropian.